Arben Fetaj, Azir Aliu, Syria Rushiti takohen me Albin Kurtin dhe e braktisin Arben Taravarin. Marrëveshja me Britaninë e Madhe, sigurohen 6 miliard euro nga partneriteti strategjik me Mbretërinë e Bashkuar. Ali Ahmeti kritikon Christian Mickovskin, thot se është gabim retorika se shqiptarët nuk po e marrin shtetin. Sulmet izraelite në Gaza vrasin 146 palestinez brenda 24 orëve. Të nderuar shikues, përshëndetje. Zëvendës kryeministri Arben Fetaj, ish-ministri Azir Aliu janë disa prej personave që nuk janë bashkuar në fakt Arben Taravarit në vendimin për të braktisur koalicionin Vlen dhe institucionet e vendit. Ata kanë realizuar një vizitë në Prishtinë ku janë takuar me kryeministrin Albin Kurtin, ndërsa kanë thënë se do të vazhdojnë misionin e ndryshimit duke qëndruar në koalicionin në pushtet. Këtë material të zgjeruar do e ndjekim pas pak, ndërsa vazhdojmë mëtej me lajmin e ratës. 6 miliard euro është shuma cilën pritet ta përfitojë Maqedonia e Veriut pas nënshkrimit marrëveshjes së partneriteti strategjik me Mbretërinë e Bashkuar. Kryeministri Mickovski deklaroi se këto do të jenë investime në infrastrukturë, shëndetësi, transport dhe fusha tjera jetike për qytetarët. Ndërkohë, ambasadori britanik deklaroi se esenca e këtij partneriteti strategjik është investimi, rritja ekonomike dhe forcimi i partneritetit tregtar. Ai mohoi kategorikisht spekulimet se në kuadër të marrëveshjes së partneritetit strategjik do të ndërtohen kampe për emigrantët në Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Christian Mickovski në konferencën e përbashkët për media, bashkë me ambasadorin britanik Matthew Lawson, bëri të ditur se partneriteti strategjik me Mbretërinë e Bashkuar do të sjellë investime në infrastrukturë, shëndetësi dhe transport në vlerë prej 6 miliard eurosh. Pse marrëveshja për partneritet strategjik me Mbretërinë e Bashkuar është e rëndësishme për qytetarët e Maqedonisë? Do t'jetë baza dhe themeli një cikli investues që do t'ketë kornizë të plot në vlerë të 5 miliard funteve, respektivisht 6 miliard eurove. Pjesë e këtyre parave do të përdoren për investime në infrastrukturë, ndërtimin e rrugës hekullutore Kargo, moderne dhe të shpejt nga Tabanoci deri në Qevgjeli, investime në shëndetësi dhe spitale të reja. Mickovski gjithashtu bëri të ditur se një pjesë e madhe këtyre mjeteve do të ndahen për ndërtimin e spitaleve. Ndërkohë, ambasadori britanik mohoi kategorikisht spekulime se në kuadër të marrëveshjes së partneritetit strategjik do të ndërtohen kampe për emigrantët në vend. Esenca e këtij partneriteti strategjik është investimi, rritja ekonomike dhe veprimi i përbashkët për përfitime të ndërsjella, si dhe forcimi i partneritetit tregtar tashmë të shkëlqyer. Bashkëpunimi në fushën e emigracionit do të lidhet ekskluzivisht me mbështetjen në luftën kundër bandave kriminale, ndarjen e informacionit të inteligjencës dhe punën e përbashkët të forcave policore si pjesë e një iniciative më të gjerë europiane. Lidhur me mundësinë e lehtësimit të regjimit të vizave për qytetarët e Maqedonisë, ambasadori pranoi se presioni i migracionit në Mbretërinë e Bashkuar është i lartë, gjë që e bën temën politikisht të ndjeshme. Pas nënshkrimit të partneritetit strategjik me Mbretërinë e Bashkuar, ka reaguar edhe ministri i ekonomisë Besar Durmishi. Ai ka ritheksuar se vendi pritet përfitojë investime të drejtë për drejta në vlerë prej 6 miliard eurosh. Fushat kyçe të këtyre investimeve përfshin infrastrukturën, shëndetësinë dhe transportin. Partneritet strategjik, investime në çdo sferë, kjo është qeveria që vlen, ka shkruar Durmishi, duke nënvizuar rëndësinë e kësaj marrëveshjeje për zhvillimin ekonomik të vendit. Kreu i qeverisë sot ka dhënë lajmin edhe për një investim tjetër të madh. Ai ka bërë ditur se investimi i kompanisë turke Shah Term do të arrijë 50 milion euro, numri i të punësuarve do të jetë mbi 500. Kreu i qeverisë ka thënë se ky është projekt që jo vetëm e zhvillon ekonominë, por edhe konfirmon stabilitetin dhe përparimin e vendit tonë. Investimi i kompanisë Shah Term vetëm në fazën e parë ka vlerën prej 25 milion euro me 200 vende të reja pune. Kryeministri Christian Mickovski sqaroi se plani është që investimi të arrijë 50 milion euro dhe numri i punësuarve të jetë mbi 500.
Ky është projekt që jo vetëm e zhvillon ekonominë, por edhe konfirmon stabilitetin dhe përparimin e vendit ton, duke kontribuar në forcimin e industrisë dhe eksportit të Maqedonisë. Treguesit e fundit ekonomik janë inkurajues. Prodhimi industrial në mars të vitit 2025 është rritur për 5.2% në nivel vjetor, krahasuar me marsin e vitit të 2024. Investimet e huaja direkte për vitin 2024 arritën në 1.255 miliard euro, duke e bërë Maqedoninë vendin me numrin më të madh të investimeve të huaja për kokë banore në Europë. Miskoski ka thënë se inflacioni në muajin mars është 9.3%, konkretisht 2.7%, ndërsa në prill është 2.6% në nivel vjetar. Sipas tij, pagat rriten nga 9 deri në 10% në vit, që është një shenjë se po luftojmë kundër varfërisë dhe jemi për rritjen e standardit jetësor qytetarëve. Dhe mund përfundoj se me gjithë këta tregues ekonomik, Maqedonia është në rrugë të mirë për qendër ekonomitë me rritjen më të shpejtë në Europë, ka deklaruar Mickoski. Ndërsa kryeministri sot ka folur për investime dhe përmirësim të jetës qytetarëve, Ali Ahmeti ka akuzuar kreun e VML-PS po e rrezikon paqen, stabilitetin dhe sigurinë e shtetit. Nga Haraqina, kreu i BDI-s ka bërë pyetje retorike për Mickoskin duke kërkuar llogari përse po synohet të ndryshohet ligji i gjuhëve e përse po vjen në pikpyetje marrëveshja e Ohrit. Ahmeti ka përgënjeshtruar diskursin e frikës së përhapur të maqedonasit se gjoja shqiptarët po e marrin shtetin, ndërsa theksoi se realisht shqiptarët janë mbi 30% e popullsisë dhe e drejtojnë hisen gjuhë takon. Pse po e ndryshon ligjin e gjuhës? Pse po e ndryshon marrëveshjen e Ohrit? Pse po e rrezikon paqen, stabilitetin dhe sigurinë e shtetit? Këto janë disa pyetje publike nga kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, drejtuar kryeministit Christian Mickoski. Ahmeti gjatë një takimi me banorët e Haraqinës ka përgënjeshtuar diskursin e frikës se, siç tha, shqiptarët po e marrin shtetin. Ai tha se shqiptarët nuk e marrin shtetin, por e drejtojnë atë pasi u takon. Sipas kreut të integristëve, shqiptarët janë mbi 30%, jetojnë në vazhdimsi në trojet e veta dhe janë pjesë e pandashme e shtetëformësisë së vendit. Christian Mickoski është kryetar i qeverisë Republikës Maqedonisë së Veriut. Ai përfaqëson të gjithë qytetarët, sepse ka fitu legitimitetin. Ne nuk ja kontestojmë ati legitimitetin. Ne atë e thirrim nga ky takim i Haraqinës të dalë publikisht, t'ju shpjegoj qytetarëve të shqiptar pse e ndryshon ligjin e gjuhës, pse po e ndryshon marrëveshjen paqësore të Ohrit, pse e rrezikon paqen, stabilitetin dhe sigurinë e vendit. Është vendi më i miri, më i përshtatshmi. Kjo porosi sonte t'i shkojnë nga Haraqina Christian Mickoskit për shpjegime. Ai t'u jap shqiptarëve pse e ndryshon ligjin e gjuhës, pse e ndryshon marrëveshjen paqësore të Ohrit. Ahmeti nënvizoi se shqiptarët nuk do të pranojnë të kthehen në hyjsmeqar në shtëpinë e tyre dhe se koha kur ishin të shtypur e të heshtur tha se ka përfunduar. Lideri i BDI-s bëri thirrje për paqe, për Evropë të bashkuar dhe për lëvizje të lirë, duke i kundërvënë idesë së shteteve të mëdha, një vizion të qartë për integrimin dhe bashkëpunimin rajonal. Tani të ndjekim materialin si ne paralajmëruam në fillim të lajmeve që zëvendës kryeministri Arben Fetaj, ish-ministri Azir Aliu dhe disa eksponentë të tjerë të partisë Talavarit janë distancuar nga kryetari i partisë dhe kanë shkuar janë takuar me Kurtin në Prishtinë. Të ndjekim materialin. Disa prej ish-bashkëpunëtorëve të Arben Talavarit duket se nuk do t'i binden vendimit për të lëshuar qeverinë dhe koalicionin Vlen. Zëvendës kryeministri Arben Fetaj ka postuar një njoftim për një vizitë realizuar në Prishtinë, ku është përshkruar si udhëtim me miq të idealit, duke aluduar në personat që kanë braktisur Talavarin. Edhe ish-ministri Azir Aliu ishte pjesë e këtij takimi me Kurtin. Ai ka thënë se beson se përcaktimi për ndryshim në shoqëri nuk braktiset me pengesën e parë, por ndërtohet me edhe më shumë punë. Ai ka shkruar se me respekt të madh për kryetarin e partisë dhe të drejtën e tij për vlerësim politik, ndjej detyrim që publikisht të them se unë do të vazhdoj të jem pjesë e procesit që së bashku në Vlen edhe në këtë qeveri. Përveç Fetajit dhe Azirit, në takimin me Kurtin ishin të pranishëm edhe Syria Rashiti dhe Feta Alimi.
LSDM-ja ka reaguar pas lëvdatave të kryeministrit për ecurinë ekonomike të vendit. Partia opozitare theksoi se kryeministri Mickoski jeton jashtë realitetit, pasi ata potencojnë se ekonomia po fundoset, ndërsa qytetarët mezi po ja dalin të sigurojnë mbijetesën. Partia opozitare maqedonase LSDM i ka reaguar kryeministrit e Kristian Mickoski, i cili tha se çmimet edhe inflacioni janë ulur. Sipas LSDM-s, Mickoski jeton jashtë realitetit, pasi ata potencojnë se ekonomia po fundoset, ndërsa qytetarët mezi po ja dalin ban. Ndërsa Mickoski flet për sukses ekonomike, qytetarët përballen me rritje të vazhdueshme të çmimeve të produkteve bazë, rritja e pagave ka stagnuar dhe standardi i jetesës po bie. Ky është realiteti në vend. Rritja e çmimeve nga njëra anë dhe stagnimi i pagave nga ana tjetër e vështirësojnë jetën e qytetarëve, të cilët detyrohen të heqin dorë nga nevojat bazë për të mbijetuar muajin. Nga opozitarja theksojnë se sipas projeksioneve të Bankës Botërore, mashënia e veriut do të jetë në fund të rajonit për nga rritja ekonomike, me një rritje të parashikuar të PPB-s prej vetëm 2.7% këtë vit. Në vend që të merret me matematika të gëzueshme, që nuk pasqyron gjendjen e vërtet, nga partia e Filipçës deklarojnë se kryeministri duhet të përqendrohet në zgjidhjen e problemeve ekonomike që i mundojnë qytetarët. Ata shtojnë se politikat e deritanishme të Mickoskit nuk kanë sjellë përmirësim të standardit të jetesës, përkundrazi, siç theksojnë ata, pasiguria ekonomike dhe padrejtësia sociale janë shtuar. Drejtoresha e Qendrës Shtetërore të Provimeve ka njoftuar se më shumë se 15.000 kandidatë janë regjistruar për 2 provimet e jashtme të provimit shtetëror të maturës të këtij viti. Sipas dhënave të Qendrës Shtetërore të Provimeve, për provimin e gjuhës maqedonase janë regjistruar 9.969 nxënës, ndërkaq për gjuhën shqipe 4.339. 15.004 kandidatë janë regjistruar për të dhënë 2 provimet eksterne të provimit shtetëror të maturës së këtij viti, i cili do të zhvillohet më 31 maj dhe 11 qershor. Nga këta, 8.816 nxënës janë nga shkollat e mesme profesionale, 5.966 nga shkollat e mesme dhe 222 nga shkollat e arsimit artistik. Kështu ka bërë të ditur për Mian Daniela Jovchevska-Mihajlovska, drejtoreshe e Qendrës Shtetërore të Provimeve. Sipas të dhënave të Qendrës Shtetërore të Provimeve, për provimin e gjuhës maqedonase janë regjistruar 9.969 nxënës, për gjuhën shqipe 4.339, për gjuhën turke 292 dhe për gjuhën serbe 10 nxënës. Provimi i dytë ekstern i provimit të maturës shtetërore, i cili është opsional për studentët, do të zhvillohet më 11 qershor, ashtu si në vitet e kaluara. Nga atje sqarojnë se numri më i madh i studentëve kanë zgjedhur të nënshtrojnë provimit në gjuhën angleze. Maturantët e shkollave të mesme do të japin provimin shtetëror të shkollës së mesme në shkollat e tyre, nëse plotësojnë standardet e nevojshme për administrimin e provimeve. Po e mbyllim këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues për të lënë sërish takim në orat 18:55 me lajmet qendrore. Mirëmbëjtje deri atëherë.